çfarë i mban këto prona, pra pronën përgjithësi, banesat, investimin në prona në çmime kaq të larta në një vend që relativisht jo shumë i pasur. Çmimet e larta për mendimin tim vijnë nga dy arsye. Së pari nga kërkesa oferta e tregut. Sepse sado që ti të kërkosh të abuzosh me çmimet, tregu të ndëshkon ashtu siç edhe të pasuron, si thuash, nëse vepron dhe dëgjon sinjalet që vijnë nga tregu. Faktikisht në Shqipëri akoma kërkesa për me që jemi në sektorin e banesave e real estate është shumë e lartë. Është shumë e lartë në për disa qytete, jo kudo, sepse ka qytete ku popullsia është në zvoglim dhe njerëzit largohen edhe çmimi ka rënë ndjeshëm se askujt nuk i duhet një shtëpi atje, ndërkohë që shumë e lartë në Tiranë, Durrës, në për qytetet e mëdha, sepse kërkesa është e lartë. Kërkesa është e lartë. Tani krahas kërkesës brendshme, që deri tani ka qenë një kërkesë që ka mbajtur gjallë të treg, vitet e fundit ne kemi një kërkesë të jashtme bazuar në dy grupime kryesore. E para shqiptarët që kanë qenë emigracion, jo se rikthehen, por ashtu që ka ndodhur me të gjitha migracionet e botës, kanë tendencë që të kenë dhe një shtëpi në Shqipëri apo një shtëpi në plazh për të pasur një rrënjë si thosh në vendin e vet. E duan edhe për pleqërinë, se thonë që kur dalin pension andej, pensionet janë relativisht mira nëse janë në vende perëndimore, Amerikë, Gjermani, Britani, dhe e konsiderojnë që duke pasur shtëpinë këtu me ato pension relativisht më të lartë se sa pensionet. Kjo është e vërtetë sepse jo vetëm pensionistët shqiptar që mund ta mendojnë dhe lën diçka pas. Po dhe një numër i madh pensionistësh italian apo të vendeve të tjera vinë në Shqipëri. Vinë në Shqipëri. Natyrisht pak nga ata blen direkt e prona, por edhe fakti që i kërkojnë me qira bën që edhe kërkesa e brendshme në Shqipëri, shumë njerëz kanë filluar ta shikojnë si biznes, të blenë apartamente, të japin me qira, ta kenë dhe këtë një lloj biznesi. Dhe drejtimi i tretë janë një pjesë të huajve që vinë për të instaluar në Shqipëri, por kujdes brenda tyre, siç ka treguar dhe historia dhe me Malnezi apo me vende të tjera, edhe ata janë bërë pjesë e biznesit pronave në Shqipëri. Pra nuk është se vinë edhe blejnë thjesht për vete, po vinë dhe blejnë këtu duke e parë sa dinamikë është ky treg, edhe për të tjerë. Edhe për të tjerët blejnë, shesin, pra edhe ata janë pjesë konkurrencë, si thosh, Po janë kryesisht polakët për shembull dhe çekët në zonën e Bregdetit, të Durrësit, Golemit, Kavajit, që kanë ardhur vetë fillimisht dhe pastaj duke parë çmimin relativisht të lirë në raport me të ardhurat e tyre dhe me kërkesën, kanë sjell grupet e tjera dhe kështu. Edhe ata bëjnë biznes sepse historia ka treguar në gjithë vendet e rajonit, po mos shkojmë edhe më gjerë. Është bërë shumë e fortë kjo tendencë. Jo kapitale ruse, jo kapitale përmenden shumë gjëra. Në fakt, përtej ngjyrës apo origjinës vendit nga vinë, ato janë kapitale që bëhet biznes. A kundërtojmë shumë, profesor, dhe përjedhoj, a do ulen çmimet? Frika për një flusk, nëse keni fjalën për bashkë me fluskën, bashkë me fluskën imobiliare, për momentin nuk duket afër. Mund të mos ndodhi sepse jo gjithmonë ka ndodhur. Tregu vazhdon të jetë dinamik përderisa kërkesa është dinamike. Tani edhe brenda Shqipërisë, po edhe brenda Tiranës apo qyteteve, po edhe në raport po ndërtohet shumë edhe në zonat malore, po ndërtohet sidomos në zonat bregdetare. Pra vazhdon që kërkesa të jetë e lartë. Por ka dhe një diçka tjetër që një pjesë e madhe e investimeve, ndoshta e madhe, mesme, nuk e them dot, po një pjesë e investimeve, sidomos për kullat ose këto ndërtimet masive, po luajnë dhe një rol paralel, jo thjesht me këtë logjik tregut që ne po flasim, jo thjesht si një nga instrumente e pastrimit parave, por është të krijuar një sistem bankar paralel. Do thonë ti nëse mund t'i mbash lekët formë monetare në bank, po mund ta kesh depozitën tënde metra katror, ekur, beton. Si është më mirë ti mbash depozitën në bank apo ti mbash metra katror? Tani këshillat janë gjithmonë në ekuilibrim 30-30, 20%. Diversifikim, jo gjithë vezët në një sport. Po, pikërisht sepse shpesh njëherë mund të ketë inflacion edhe ka problem paraja. Njëherë mund të krijohet një flusk edhe ka problem kjo tjetra. Njëherë mund të i ketë depozitat në bankë edhe bie
përqindja e interesit. Ose mund të ketë frenim të rritjes së çmimeve. Të çmimeve dhe elemente të tjera. Kjo është kështu formula klasike se si mund bësh, por unë them që akoma nuk kemi arritur në atë fazë që po ndërtojmë shumë. Po ndërtohet shumë sepse akoma sektori i ndërtimit ka kërkesë dhe është sektor i sigurt. Profesor, në librat tuaj që keni shkruar, por edhe në leksionet që jepni me studentët, apo në takimet që zhvilloni në fushën tuaj, cilat mund të jenë 3 gabimet që mund të identifikojmë që bëjnë shqiptarët përgjithsisht në investim? Në pjesën e kulturës individuale të investimit. Së pari do thoya ke vetë kultura dhe mentaliteti i investimit ose mentaliteti i zhvillimit. Ne për shembull përdoret shpesh kur dikush ka bërë biznes dhe ka fituar se ka thot hodha gjithë ato lek edhe nuk fitova. Kishte hedhur gjithë ato lek, i shkreti dhe ngeli keq. Çdo më thën hodhi gjithë ato lek. Pse ne kemi fjalën dhe se përdor dhe jo nuk investoj, nuk financoj, por nuk është çështje fjale, është çështje e mënyrës se si ti e konsideron biznesin. Pa shumë rregulla dhe shpeshherë edhe kur bëhen anketa që janë bërë dhe nga studime ndryshme edhe të Bankës Botërore dhe këto, e pyet një biznesmen që ka bërë një investim, po themi disa miliona euro. Çka ke menduar të bësh vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, si e ke atë që quhet planifikimi, po. Përgjigjja më korrente është tu pa tu bë. Pra, ti akoma je në një si do do. Hodha parat, po pres çfarë do ndodhi, pra pasiguria konflikti politik, konflikti pasiguria juridike dhe përgjithsisht tendencat jo të qarta të strategjive të zhvillimit ekonomik në mjaft raste edhe biznesi, po sidomos biznesi i ndërtimit funksionon edhe me këtë logjik. Dhe kjo sjell pastaj edhe gjithë ato shqetësime që ne kemi. Kjo mungesë e kulturës, a vjen që në gjenesë nga shkolla? Çfarë nuk na mëson ne shkolla përpara? Shkolla na mëson pak përpara. Po thuj se edhe ai që quhet edukimi financiar akoma është shumë sporadik. Neve po flasim për Albania Cashless 2030, pra paraja ekonomia pa para fizike në dorë. Po s'na kanë mësuar para fizike. Jo, atë mirë, po ekonomia pa para fizike kërkon që ti të njohësh sistemin. Ti je edukuar për atë gjë, dish përdorësh celularin. Pra, po si ka mundësi që shkolla profesor na mëson edhe për zbulimin e një planeti kaq milion vite dritë larg se mund të ketë jetë ndonjëherë dhe nuk na mëson për një nga 3 komponentët thelbësore të jetës. Kjo është trinia e shenjtë e jetës, shëndeti, familja e ngushtë dhe paraja, puna, biznesi. Si na mëson për gjën themelore, për para asnjë. Vazhdimisht na ka bërë përshtypje